Përshëndetje, është Edi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2023. Sot do të shikojmë mesazhet e ëndjeve. Sa po mesazhet e ëndjeve për ditën e sotme. Je I vendosur për gjithçka që ndodh në jetën tuaj. Mendo pozitivisht. Dhe të mendosh pozitivisht për gjërat që të ndodhin në jetë. Lidhu sot me persona të duhur në jetën tënde. Bëj një lidhje të duhur me persona të duhur, sepse do të gjesh një shërim shpirtëror në jetën tënde dhe në veten tënde. Mendohu për gjërat, rimendohu dhe mendohu për gjërat dhe kërkoji sot ndihmë ëndjeve për gjërat që ti do të realizosh në jetën tënde. Dhe asnjëherë sot nuk duhet të kesh atë mosbesim, duhet të jesh gjithmonë me besim. Nuk duhet të shqetësohesh për gjërat që të ndodhin në jetë, sepse duke u informuar mirë, do të duke marrë informacion të mirë dhe duke pritur për gjërat që do të ndodhin, ti do të kesh një situatë të shkëlqyer në jetën tënde. Pra situata do të ndryshojë në jetën tënde. Do të kesh një situatë me një fond të madhe. Pra situata jote do të bëhet e mrekullueshme. Do të kesh një përgjigje, një fond të madhe në jetën tënde. Këto ishin disa nga mesazhet e ëndjeve për ditën e sotme. Faleminderit.